Jetoni vetëm? Faktikisht tash jetoj vetëm, po. Unë jam 79 vjeç. Nuk di, thonë disa, e thonë shumë bukur, thotë se më keq, thotë vdekje pas, pleqëri mos pas. Unë them vetmi mos pas. Është shumë e rëndë, është shumë, se i bëj të gjitha vetë. Vetë gatuan, vetë kujdesesh për shtëpinë. Po kujdesem më për shtëpi se jam vetëm, do kujdesem për vetëm time, po fakti që jam vetëm fare. Kështu që kënaqësia ime është ajo që kur lind dielli në mëngjes, them shqyqyr. Nga njëherë them atë ta lej derën ta mbyll me çelës apo të mos ta mbyll. Të tash. Bese me i lën një kopje, me i lën komshiut, që gjithsesi thotë ka mund që ta shoh. Po si edhe kështu nuk është shumë e vështirë.